Do të ecim me të tjera zhvillime. Në kuadër të operacionit policor Smile 4 është bërë i mundur që nga seksioni për korrupsionin pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës të bëhej ekzekutimi i urdhrave të ndalimit të 8 shtetasve për veprat penale, shpërdorimi i detyrës, fshehje të ardhurash dhe mospagimi i taksave dhe tatimeve. Pas një hetimi një vjeçar të kryer nga Drejtoria e Hetimit Tatimor Tiranë në bashkëpunim me njësinë Task Force të Prokurorisë Rrethit Gjyqësor Tiranë, në kuadër të operacionit policor Smile 4 u bë i mundur që nga seksioni për korrupsion pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë të bëhej ekzekutimi i urdhrave të ndalimit të 8 shtetasve për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, fshehje të ardhurash dhe mospagimit taksave dhe tatimeve. Për shkak të kësaj janë arrestuar shtetasit Platon Solis, 51 vjeç, banues në Leskovik me detyrë inspektori verifikimit në terren pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë. Ajat Shehu, 51 vjeç, banues në Tiranë me detyrë ish inspektori verifikimit në terren pranë